E di edhe ky që është djalë që nuk i dëron as shamet, as nuk i bë kush presion, as si gjatë. Te falë si burr, ose nuk te falish nuk ka pidh nane që i del për para. Te e dini ju, e din tonë New York, e din të tonë. Tani El Parubi, vetëm gjëpa, a do me më gjohë si vllajnë tanë vogël. Rëp, kam harë bukë e shtëpia jote. Unë, ti e di se unë kam pas probleme, jam edhe më zhak me ca gjana tjera, ti e di shumë mirë. Unë kam marrë vetëm ke shtëpia jote që kam pas besim që s'më pret në besë. Janë 3.000 vjet ashtu, dokumentues bojnë intriga, po unë shoh komentuesit. Unë kam marrë vetëm ke shtëpia jote El Parubi, nuk kam shku ke shtëpiat e ca njerëz e tjerë që i kam pas edhe shok, kam një edhe me ta. Kam marrë këti që e di që nuk pres në besë. Tani, ti e mosh ma madhe se mua Xhia, edhe nuk e dëron shamen, edhe ke drejt. Unë them o Xhia, hynin lajfaj, edhe tha që unë nuk e kam shoh El Parubin, as ty kam nervat e mia. Tani ajo nuk është e vërtet. E di me dhunë e ti, e di krejt potë. Po t'ullnat tanë, unë ati Xhia kam lënë lesh që do 2 ditë që të bash ti me Alex Vishen, që ti e di që nuk vjedh dhe Alexi nuk vjedh, për me ba GoFundMe. Tani ja kena rritë që aty Xhia, ka pa krejt Shqipnia, 2.600.000 banor. Kanë dhënë edhe paret në emër të Noel, në emër të Alexit. Kanë pështu i fëmi $500.000 ma shumë se kryeministri. Do me thënë ti ke hapsina tani ma të mdoja se Mojësia. Ajtë se Mojësia përzijet që shto poshtë e naltë, ke mbi shpalla. Unë them o Xhia, hynim lek. I tha Mojësia, unë ati i kërkoj falje çdo njeri që i kam shah nanën shto, ja kam shah nga neva, s'du me shah nanën shqiptare. I thash, kur të falna, për 2 javë vish New York në atakosh. Mu e jelin, e t'ullën të avalin, mos shana mo ashtu në internet, e të bona mizerabla, a i tha do vi, t'ju takoj, në besim t'uj, edhe t'ullën të avalin, e ta mjudhim shqit intrig, se intriga TikTok-u dojnë me të bëtë t'ju El Parubi, intriga komentusve, rëp, ta them, a di pse dojnë me të bëtë, ta them të soprë, se ke bon $1 milion bashkë me Alex Vishen, 4 GoFund, jo unë e Sokol Frana, shuko ke Sokol Frana, ndështë i vje kesh, se kena mbledh unë e Sokol Frana El Parubi, në e motëm, e ke mbledh ti, se ke qenë kryesori, kena marrë edhe famë, ka marrë edhe Sokoli Fram, ka marrë edhe Mojësia. Dështë i vje ke Sokolit, që se ka njerë që du ma shumë se Sokolin së në internet, nga këta që kanë himë parën, vraf, kisha lashit. E ke bo ti o Xhia, kena ardhna. Ditën e GoFundit me Alexin, nuk janë cilë mirë edhe në ortak tonë ati. Si kam pa, kam një klajfe të tanë natën, i kam një fëtanë ditën. Unë jam mënu me zhë zemër që ti të afrosh me Alex Vishen si unë gjotë fjalla, që nuk vjedh një GoFundit. Edhe ke lokalitë... me Alex Vishen ne, unë Alexin ka 5 vjetë që e njeke, flasa e gjuje, gjune, s'ka pas me gjatë. Okej, jena bashku aty se u desh mu bashku bashkë, edhe ba me atë që u desh mu bashkë, që qërë zotë. Po, që e bashkim që e bati me ta, i ka prish punë ca njerëzit që kanë pa vjetë GoFundMe për para o Xhia. A kuptën? Të janë baka $200.000 o El Parubi dhe të nesmit kanë bli lokalin, a el. Nuk e meritojnë me në shamë, shok. Po me e ma borë e ju ka prish punë, nuk e meritojnë me dollë me në shamë. Jo, nuk e meritojnë, nënë e motëm ashtë 4 GoFundMe nuk e meritojnë, as ti e njerë, as ti asaj. Nuk e meritojnë. Janë intrigat të dun mi u pa, muzën, nuk e meritojnë, aso nuk e meritojnë Xhia, ti ma mirë se ti që mi di halët El Parubi, nuk mi di as vlajem El Parubi. Rëp, vlajem që kam lu mi i na nuk i di. As kërkush nuk i di tjetër përveç tire që mi di halët jo El Parubi. Kështu, unë them o Xhia, ta qëtësojmë trunin, ti në gjënë rëp të jetë gjallë. Jo, ma unë jam shumë i qetë. Ta qëtësojmë, presi biletën se emi të vje ke lokalitet, si burat ke lokalitet. Unë për i njeri që më shanë mas muresh, unë jam shumë i qetë. Unë kam halë ku më vjen dikosh për balë, duhet mu përgadit. Po nuk të shanë për këta dhoj njerëzish që bajnë të fortin, këta dhoj njerëzish që bajnë të fortin duke më mshet, duke marë, duke pagu ka $100.000 roje sigurima, ka që ikin vrap nesër, kur të krisin, ta në të rojet ikin vrap, as një s'kan me njerë, me i nejtë afer. I ma të pa ishme që të bashkë, ma bura, ikin me vrap, që të ishme. Edhe, anis... Pa pse, unë dali lirë gjithkon. Unë të as kam probleme me njerës, as kam as i gjo, unë shmë intereson që a fete. Unë El Parubi do me ta ta, pjesë gjatë në zetë, pjesë gjatë në zetë. Unë jam në rrugë për ditë, se unë si kam kuj gja bosh, jetoj në Amerikë, jetoj mes venit më të mirë në botë. Po Xhia, që ta them, ti e gjatë në kafe, hy në restorant, hy gjitha nej, për shnetën, rri me shok, rri me njerës, unë si kam as kuj bosh as frikën.
O Xhia, ti je zhak nxehtë Xhia, po je djali i drejtë, nuk pret kanë bes. As për pare, as për famë, as për benefite. Unë Xhia them që ti të qetësosh, edhe ta lem të vija bish ke lokaliet, takona me ta si burrat, edhe ka siç thaj. Qose e manë Xhia. Sa herë kelon? Ha? Sa herë kelon? Mes 4.000 vetëve nuk besoj që rrenë, se po rreni vetën, ato rrenë vetë u talë me vetën e vetën Xhia. Sa herë kelon deri sot? Për kena lënë 3 herë, 2 herë ke lënë din herë. Edhe herë në Europë, e lash, në Europë, i shkova, edhe atje se më të zhëllë. Edhe atje i shkova, nuk kam që mu takun me të mosh. Me thonë, dojë dhe një njëri si Mishon Rëp, tu s'kam që bëj me te. A leja Xhia, vaj leja shtë Xhia, se s'ja blenë Xhia, shto për TikTok Xhia, shqit që a bot 4 herë. Rëp të mi, që a bone? Ja, po, Rëp të mi, janë i të në shpi, ja fëmija mi kam shpi të menë, fëmija mi sënë për TikTok. TikTok e mund të josh. Po s'ta falë kush Rëp, vaj baru. Po tani, ti ke bo 4 të mira shqit muj. 4 njerës, s'mun, i ke ngre nga halli. Nga halli. Ja, i ke ngre 4. Mu, në gjojil, unë jam kanë me gjithë kushri të amin, në për mes tonë Europës, 2 vetë, 2. Edhe me targa shqiptare, bile. Tonë Europën, Gjermani, Francë, Belgjik, Luksemburg, Holland, Spaj, gjitha nej. Edhe po të thamë pse, se unë e di e njoh vedin, shumë mirë unë si kam kujgja, bërë zhëdhec i lirë, gjithë ku shkoj. E di e një vedin, edhe nuk ja uli kujtin, ku do shqit hy, ku do shqit ku do shqit shkoj, kush jam, me kushu i temin, me djallë të arsëm, kam shëtit krejtë Europën. Kafe shqiptare, restorant shqiptare, qytet me shqiptare, me lajve hapën me krejtë. Edhe do të shëtis, pra, sa të vinë gushti. Shqipërinë e Europën e krejtë, se unë e di vedin, e di se Tani a ishtë në herë e foli da El Barubi bashk, më lokal iken me vrap. Me njerë që iken me vrap, nuk ja blen ma me fol. A ishtë në shaty më lokal? Ishtë në shaty më lokal që iken me vrap. Tani, unë nuk du mu o Xhia. Unë ta them drejt. Me ato i kena lanë ata muhabete, edhe me këtë i kena pa lanë muhabetet. Ato ka nejnë punë vetë, nejnë në punë tonë. Kjo zëtënia qohet plaku Matov, 65 vjeç, mosha bab stem. E dele shot njerës me rëp e me familje, këti kjo tërë për fat që a zezë e për te, se unë ja thash, edhe unë premtimin e maj, një dit me mu ka mu pa. As se shaj mrapa, as kam hiktu me e sha, as nuk e shaj, as nuk mere me te, as nuk e qaj nivelin te mu marrë matë. Dhoj njerëjut, aj me mu për këtë diet ma për të mirë nuk takohet. Ka që me... Për të mirë me mu, a i ma kur shinosh, ta kur nuk shifna, në është a i dit shifna. Unë s'kam punë ma me dhe. E më i le që riku, fële i fjallë, më bërë qëtësën i gjakët. E më se këtë frana, e më kënë stetë. Në qofë se ma lejoni, do me thanë, do the mendimin tim. Nuk do t'ishe kaj spontani ajo live-i, do me thanë që të futesh e persone pa leje, edhe pse kërkesa mund t'ishe shumë e madhe, sepse mendimi personal. Aja Albani, aja Lapera, aja Lepirë si ti aj. Se i kam dy fjallë kur ta myllim atë, të regoj unë ati. Tani do të flas me Doreza el, apo të flas drejt gjithmonë? Se të kesh shef. Atëre Viktor, ti që kam shumë gjanë, prejlin, ju kam shok, e do jemi gjithë jetën. Problemi është vetëm kaq, paqen e duam të gjithë. Okej, pika parë është kjo, paqen e duam të gjithë, po paqja krijohet me persona besnik. Kur tjetër të vjen dyert në tavolinë, e për të mbyllur gjithë të hesapet, dhe ti hedh çunat poshtë dhe vazhdon pastaj intrigët është gjë tjetër. Tani, Zoti robin e drejt nuk e hedh poshtë. Ti bëri një bashkim shumë të madh dhe doli një sukses shumë i madh që kemi qartë gjithë shqiptarët kanë mban. Okej? E bën vetë shqiptarët, nga fukaraj me 5 euro deri te ka bësh atë mirë pra, po unë nuk du që të shkojnë gjanat kes, desa ka botan qatë mirë ati i Lacerik. A mund ta mbaroj si paragraf dhe pastaj më gjykoj. Se po nuk e dëgjojmë njëri tjetrin do bëhet një lëm. Kështu që kemi gjithatë publik paktën na dëgjojnë dhe të kuptojmë. Se dhe publiku ngshojnë ndem në mes. Nuk duam as sherre, as debate. Gjithse kush ka aktivitetet e veta, gjithse kush ka dignitetin e vet. Po nëse do mbledhemi si shqiptari për një vepër të mirë burëm, nëse pastaj do hyjmë për të bërë intriga dhe për të ulur poshtë çdo personalitet, ka marr fund. Do të thënë, pyetja është për ty zoti Viktor.
Sa mund të vazhdoj në një skenë intriga? Sa do zgjasi? Sa do Shera zgjasi funit intriga? do ida Cerriko, do shkojmë burgim për jetëshem, o do mjë dhe që kjo ma bet me burra. Po tani përsëri